Pushati, që kupton të Pushati nga gjithë kjo? Se ka filluar të ketë kuptimet të tjera. S'kuptoj asë një gjë se ne nuk jemi as afër rrëzimit Ramës, as afër qeverisë teknike, as afër zgjedhjeve të reja. Pra, pavarësisht se Rama është i dalë boje i korruptuar, Rama është kacavir mbas pushtetit dhe nuk kemi asnjë shenjë që Rama po shpërbëhet apo po rrëzohet. Kështu që të bëjmë këtë debat tani edhe mund ta bëjmë se debati teorik gjithmonë vlen, po Jo, bashkëpunimin e kësaj opozitës kemi ne, nuk kemi aerzojnë asë për bashkëpunimin e opozitës unë jam shumë më pranë Arlindit, është një idiotësi të mendosh që hajde se po bëhemi bashkë tani, njerëz që mendojnë për oligarkin ndryshe, për taksimin ndryshe, për tregun ndryshe, për mediat ndryshe, për gjithë shkare dhe rotull, si të themu, o zotë Ylli, e disa të fuqishëm bëhen ju, ullu ti, Grida dhe Fevziu këtu dhe bëni një emision. Po jo mërë se jeni të ndryshëm, keni qasjet ndryshme ndaj shoqërisë, ndaj si zgjidhen problemet. Në momentet veçanta, jo të bashkohen. Si? Momentet veçanta, jo të bashkohen. Jo të bashkohen, jo. Dakord, më dakord. Për shumë se tha mentori vetëvendosjen. Unë me vetëvendosjen i kam përkrahur se i më kam përqyet ditë atyre. Po për shembull, ndoshta atyre i doli mirë, po unë kam qenë kundër dhe që të futeshin në koalicion me LDK-n. Ore, njeriu është në politikë për të mbrojtur një vizion të tij mbi botën, mbi gjë dhe mbi atë nuk bëhet kompromis. Le të vi pushteti më vonë ose le mos vi pushteti kur. A dua unë të bie Edi Rama? Patjetër dua që të bie Edi Rama. Por nuk mund të bësh një thes vetëm që hajde të rrëzojmë Edi Ramën, se çdo pjelli kjo, çdo pillet nga ky thes më pas. Se unë nuk e paragjykova ato, vetëm i thash që Jo. edhe si shkencëtar i politikës dhe si politikan, si e prospekton ai të ardhmen e vet për ty. Kur do arrim pushtet? Se i dashin shembull të një Askush nuk mund ta japi këtë përgjigje, as si studios i politikës, as si politikan. Se për ndryshe do ishte shkencë eksakte politika, nuk janë si fenomenet natyrore që mund thuash datën. S'ka rëndësi kur vjen ti në pushtet, besoj unë. Ka rëndësi kur në pushtet vjen ai korpus i desh që ti mbron dhe që ti mendon se i bën mirë shoqërisë. kuptoj, por unë me gjithë dashamirësinë edhe me atë, po themi, mirë kuptimin, edhe ndaj po themi idealizmi ti. Ky është dhe pragmatizëm. Jam duke i thënë në një farë kuptimi. Pragmatizëm ti besosh? Me gjithë mbështetjen tënde fuqishme morale, prapë se prapë, jam duke i thënë që ajo çfarë ai është duke mbrojtur prej shumë vitesh, ka shumë notat fuqishme utopike, sepse ky thotë unë jam kundër oligarkëve. Do të thënë jam kundër kapital, jam kundër këtyre, jam kundër kapitalizëm jam kundër opozitës. pa oligarki. Pra do t'i krijoj bizneset, do ta krijoj kapitalizmin shqiptar, do t'i krijoj partitë e reja, do ta krijoj që duket pak utopike kjo, Pra që jemi vend normal është utopike. Që jemi vend normal. Bravo. Po jemi vend normal është utopike, mendoni ju. Unë mendoj që është realiste. Dhe mendoj që është pragmatiste kjo rrugë, se jam dakord me Andin këtu. Do të thënë, ky është kombinimi i idealizmit qëllime me pragmatizmin mjete. Do të thënë, ne jemi të vetëdijshëm që nëse kompromentohemi, humb Shqipëria shansin për çuar përpara këto ide. Qofse unë bëhem aleati i Sali Berishës, ore mund të fitoj deputete, ministra e kështu, po do jetë si thotë ajo, hija ime që jeton, jo unë. Unë do kem marrë fund moralisht si njeri. Dhe kjo vlen si për Edi Rama, si Sali Berishën, si gjithë Unë që ty bëj dakord për personazhe problematike politikë. Edhe ju mungon që të bëjnë dakord, se ti thua po të bëjnë zgjedhje parakoshme tani ai nuk do jetë shumicë. Unë kam besim që shumica e shoqërisë shqiptare do votojë. Këto si e dakord, e kupton kështu. Shiko, sa do të mundohesh të vjedhësh kur ka një mlleth kaq të madh, dhe kur qeveria është në ditën e vet më të vështirë, dhe ku njerëzit kanë filluar të mendojnë që Rama nuk është i pushtetshëm, pse? Se njeriu normal në rrugë mendon sot që spaku do i shkojnë zyrë Ramës. Pra Rama nuk është ai hija e cili tremb më, aq sa ka trembur më parë. Pra kur një kryeministër ka zëvendjen e vet që po ja shkuli nga thonjt, dhe ku njeriu normal mendon që ky mbas një muaji apo mbas 2 muaj do shkojë vetëm spak, sot është më i dobët se kurdo herë. Dhe pikërisht sot që është më i dobët i duhet të goditja. Dhe si përkthehet ky reagim i qytetarëve që njerëzit duhet të dalin më pra. Me këtë logjik njerëzit duhet kishin mbushur sheshin. Me këtë logjik që thuash që ta lëmë Ramën pas qeverisje edhe 1 vjet edhe 2 vjet do thotë japësh kohë. Po pra, me këtë logjikën që ti po thua, do duhej që sheshi të ishte plot me njerëz. Do doja shumë që ditën që do thras Lëvizja Bashk
protestën e ardhshme, ta jepnin mediat. Sikur ta jepnin mediat, se nuk në lajmëron asnjëri, unë të siguroj që ai shesh para parlamentit do mbushet plot. Fatkeqësi, sa herë që thrasim ne protestë. Shesh i vogël shumë ai. Po nuk është i vogël, jo, se shumë i vogël si shesh. Mos e ki problem. Po doja her pas here shkonta i shesh nga që është i vogël. Se mbushet kollaj. Sikur kemi ndorë këtë, media ta japin lajmin, unë siguroj që të them ti sekond ti them një gjë se ikën nga këtu dhe ikën kontekst. Mungesës informacionit, çfarë do të them? Zoti Qori, unë personalisht për këtë kaq unë një mision bëj. Ju do t'ju kemë në plan të parë për dy arsye. Së pari sepse kështu mendoj, ju lapajnë, qejnë dhe që të dalin forcat të reja, njerëz të rinj, duan të jenë pjesë tjetër. E arsye parë se kështu mendoj unë. Që dhe bën emision dhe prapi fut të gjithë. është bërë kjo klisheja. Ore këta të rritë se... Ore ti mbaj veçevesh, po veçevesh je ti, ore. Të lapsi dhe sa njërës që të lexojnë e të gjitha, unë kam këte, po forcat politike në gjithë botën gjithmonë kanë alternuar për të bërë një ndryshim të rëndësishëm. Po të bashkojnë me syrin dhe me temën mund të kishim më shumë lexues. Po të nga beson të asnjëri të bashkë. Prandaj pra, janë gjërat pa krahasuar. Duam të rim... Ky krahasim ti bën ti çalon shumë. Po nuk ka rëndësi, çalon shumë si... Dakor. Si krahasim. Po çalon më burr. Se s'ka lidhje. Nuk ka lidhje kjo. Po se nuk do bashkojmë për të marrë pushtetin. Ne kemi një etikë krejt tjetër. Etika jonë është etika e këtij është etikë e politikanit. Ky mban përgjegjësi, ky kërkon vota. Dhe vota do t'i kërkoj me gjitha mënyrat. Unë s'kërkoj vota. Unë kërkoj të më shikojnë. Absolutisht jo me gjitha mënyrat. Se ti gjitha mënyrat do kishin pranuar para. Me të gjitha mënyrat nuk thash me vrasje, më burr. Thash me të gjitha mënyrat e likshme. Me të gjitha mënyrat që lejon. Lejohen, që pranojnë, që lejon ligji, ti do t'i kërkosh dhe morali. Morali nuk e dim. Jo, morali nuk e dim se në gjithë botën... Ore në gjithë botën tani ka ardhur... Në gjithë botën pjesa tërmuse atyre që kanë ardhur, mos përmend emra, a i vete merë tjetërin atje, ta merë zvarë, do marë tjetërin, do të marë Groenland, do marë tjetërin nësë, kanë ndryshuar gjëra totalisht. Morale mi qënë më t'i këto. Po nuk është morale, po që kam mund me ata do. Jo, mo keme çfarë ndodh me politikën. Gjithë politike botës është e zhytur në amoralitet, vetëm ti do jesh. Edhe aty ku është amoralitet, ka njerëz që luftojnë emër të moralitetit. Bëju prift më. Jo, më s'ka nevojë bëj prift, ja ke shembullin e Bernie Sandersit. Bëju prift edhe një rat. Që është politikan i përkor moralisht, i suksesshëm dhe që sot është figura kryesore e opozitës amerikane. Bernie Sandersi. Bernie Sandersi. Po Sandersi ka fituar opingat e sherrës. Po mirë, po një herë të fitoj Sandersi, ndryshon politika globale. Po kur do fitoj më? Po kur do fitoj Marni? Sandri se Sandri do shkon në vjetësh. Po jo, fryma e Sanders. Ai do të ka qenë i ndershëm edhe kur ka qenë i ri, e kupton? Po. Edhe sot që ka patur 90 vjeç, vazhdon të mos marrë asgjë. Ky është ne jemi duket tani. Jemi okay tani. E dyta që unë jam me ju, është akoma më rëndësishme. Sa partia sot? Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë marrë vendim, nuk dalin në media përveç se vetëm